Të nderuar qytetarë, veteranë e invalidë të ushtrisë qeveritare të Kosovës, familjarë të dëshmorë dhe martirëve të kombit, shumë të çmuar nxënës e mësimdhënës të shkollës profesionale, dashamirë të artit e të librit. Jemi mbledhur sot në këtë ditë veçantë për të promovuar librin e tretë të nxënëses së talentuar të shkollës së mesme të mjekësisë, Aurela Bugulli, një krijem që pasuron shpirtin e saj krijues dhe dashurinë për fjalën e shkruar. Para se të fillojmë me fjalët e rastit, ftojmë nxënësin Selman Selmani, i cili do të na zbukurojë atmosferën me një interpretim pianistik. Faleminderit Selman për këtë tingëllim të mrekullueshëm. Në emër të nxënësve, mësimdhënësve dhe ardashësve, ftojmë drejtoren e shkollës Zotri Lavino Treqaj me një fjalë përshëndetëse. Nderuari kryetari i komunës Zotri Faruk Beqaj, të nderuara drejtoresha dhe drejtorët e drejtorive komunale të arsimit të komunës, të nderuar kolegë, mysafirë dhe ju të pranishëm. Është kënaqësi e veçantë që sot jemi mbledhur për një arsye kaq të bukur, promovimi i librit të tretë të nxënëses sonë Aurela Bugulli me titull Një botë pa urrëtie. Në emër të institucionit të arsimit dhe aftësimit profesional në shtime, dua të shpreh krenarinë tonë të madhe për këtë arritje. Aurela me përkushtimin dhe talentin e saj është bërë shembull frymëzimi jo vetëm për shokët dhe shoqet e klasës, por për të gjithë komunitetin tonë shkollor. Një nxënëse e klasës 11 që tashmë sjell për herë të tretë para publikut një vepër letrare është dëshmi se shkolla jonë po kultivon mendimtar të lirë, krijues të përgjegjshëm për shoqërinë. Përmes këtij libri Aurela na fton të reflektojmë për një temë që prek secilin prej nesh, nevojën për më shumë paqe, mirëkuptim dhe dashuri në botë. Si drejtori i shkollës ndihem jashtëzakonisht krenar që kam nxënës që jo vetëm ndjekin mësimin me përkushtim, por edhe kontribuojnë në zërin e tyre në ndërtimin e shoqërisë më të mirë. Prandaj sot dua t'i shpreh Aurelës urimet më të sinqerta për këtë sukses të madh. Ky libër është një pasuri për të gjithë ne dhe një dëshmi se kur ka pasion dhe punë të palodhur, asgjë nuk është e pamundur. Uroj që ky të mos jetë libri i fundit të saj, por vetëm një hap tjetër drejt një karriere të ndryshuar si shkrimtar. Si shkollë të vazhdojmë ta mbështesim në çdo hap të saj. Ju faleminderit të gjithëve që jeni këtu për ta festuar këtë moment kaq të veçantë për Aurelën. Faleminderit drejtorit, ndërsa fjalë rasti do të mbajë edhe në kryetari i komunës së Shtimës, Zotri Faruk Beqa, i cili na nderon me planimin e tij.
Të nderuar të pranishëm, lejoni që në emër të kryetarit komunës zotit Qemal Aliu, për shkak se ishte me një intervistë pikërisht në këto momente, unë u autorizova të vi të marr fjalën në vend të tij. Dua t'ju përshëndes dhe një herët Aurelës, personalitetit që ka vendosur në thret këtë manifestim, këtë fest praktikisht. Dua t'ju përshëndes në radhë parë këtu nxënësit, kolegët, shokët dhe shoqet e Aurelës, pastaj prindërit, është fjala për gjyshin Ibrahim Bullin, për prindërit e Aurelës, të cilët sigurisht ndihen krenar, sikur që edhe ne tani ndihemi krenar. Dua ta përshëndes drejtoreshën e arsimit, Yll Kafezullah, drejtoreshën e rinisë, kulturës dhe sportit, Albana Fazliu, Kastriot Shabanin, ish drejtorin e drejtorisë për zhvillim ekonomik në komunë. Gjithashtu duhet t'i përshëndes të gjithë pranishmët familjarë tjerë të Aurelës. Thjesht Aurela, vetë titulli i librit tregon shumë, një botë pa urrëtie, ka një mesazh të fuqishëm, sinqerisht këto fare thonë që ne edhe tash po jetojmë, shohim gjithandaj luftra, shohim gjithandaj pasoja, njerëzit për njerëzimin. Aurela paraqet një model edhe për shoqet, edhe për të tjerët, se si duhet frymëzuar, se si duhet vepru, se si duhet kontribu, dhe për një shoqëri më pacore, për një shoqëri më tolerante, ne kemi gjithmonë nevojë për këto vlera. Dua ta uroj Aurelen, përveç që tashmë e kuptuar është libri i tretë i saj, uroj që ajo të vazhdojë me luftimin e saj në frutta të votime të reja, me libra të rinj, dhe shpresoj që librin që ne do ta kemi shumë shpejt në dorë, ta lexojmë dhe mesazhet që përcjell ajo përmes talentit të saj, t'i zbatojmë në jetën e përditshme tonë. Urime e suksese Aurela dhe gjithë neve, suksese gjithmonë për Aurelen. Faleminderit shumë. Programin e lejon nxënësi Artonet Bajrami, i cili do të ndojë me një dy thënie të autores së re, Aurela Bullin. Gjithmonë duhet të themi të vërtetën. Edhe pse nganjëherë është e vështirë të thuhet, por fjala e vërtetë sjell dritë në të ardhmen tënde. Sado i ose bukur ti të jesh, nëse ke një pikë me djemasie në trup, nuk vlen asgjë. Mundohu të jesh vetvetja. Faleminderit. Në emër të familjes së autores, fton të na drejtojmë me një fjalë lindje e saj. Përshëndetje të gjithë mysafirëve që marrë pjesë në barimin e librit të Aurelës. Falenderoj shumë për pjesëmarrjen, veçanërisht Izer Gashin për kontributin e që ka dhënë për librin, edhe juve mysafirë. Faleminderit shumë. Dhe tashmë, fjala i takon vetë autores Aurela Bullin, e cila do të ndajë me ne emocionet e këtij rrugtimi letrar. Përshëndetje për të gjithë, i nderuar nën kryetar, e nderuar drejtoreshja e arsimit e kulturës, të nderuar të gjithë familjar, miq, ju falenderoj shumë që gjetët kohë të jeni sot këtu me mua për promovimin e librit tim të tretë. Falenderoj veçanërisht familjen time që më përkrahën pa u ludhur asnjëherë. Janë ata të cilët më japin motiv për të ecur drejt suksesit. Falenderoj drejtorin e shkollës dhe çdo mësimdhënës, të cilët na mbjellin dije dhe dashuri tek ne. Në emër të familjes falenderoj edhe zotri Izer Gashin, i cili bëri financimin e librit. Një botë pa urrëtie është libri që përcjell një mesazh tek të gjithë ne,
veçanërisht bashkëmoshatarët e mi, që jetojnë një jetë pa urrëtie, pa xhelozi, pa gënjeshtra, por mes vete të kemi dashuri dhe mirëkuptim, të jemi bashkëpunues me të gjithë, të jemi besnik ndaj Allahut dhe njerëz të paqes, të jetojmë jetën me dinjitet, të mësojmë dhe përkrahim të tjerët, të mësojmë që ata që kanë nevojë t'i ndihmojmë, pa dallim feje, rase apo gjinie. Të vazhdojmë t'i ndjekim ëndrat tona, të mësojmë që asnjëherë mos të dëmtojmë tjetrin, të mësojmë që të kemi një shoqëri sa më të shëndosh dhe të qeter. Edhe një herë ju falenderoj shumë që gjetët kohë të jeni sot këtu me mua. Nuk do t'ishte i mundur realizimi i këtij libri pa përkrahjen bujare të zotërit Luzar Gashit, i cili pas një hezitim ofroi mbështetje financiare. E falenderojmë për këtë gest fisnik dhe ftojmë të na drejtohet në një fjalë rasti. Përshëndetje për të gjithë pjesëmarrësve. Do të drejtë nuk e kam fort qef, kështu të moj fjalimin. Dhe po du me komo e thjesht. Shkolla nga vjen autoria, është një shkollë që edhe unë kam shku në shkollë dhe çdo nxënës që aty provon që ta hapni një rrugtim dijes, po mundohem të jam më afër tyre. Dhe me së do pa ato mjete modeste, pasi që shumica e këtyre njerëzve shpesh herë nuk mund me gjetë përkrahjen e duhur dhe mund në çdo vend, sado që nuk të iskajshëm, mund në vinë njerëz që kanë me ndërtu të armën e këtij vendi. Më thonë të armën pa urrëtie, por të hapur dhe me besim ndërmjet veti. I dëshiroj autorës shëndet, sigurisht se do vjen me libra tjerë, me modestin tonë që vim nga nivot e biznesit, do t'jemi afër këtyre njerëzve. Faleminderit. Për mbylljen e programit do ta bëjmë me dy thënie të zgjedhura të autorës, të cilat do t'i lexoj Leonida Haxha. Duaj fort të afërmit e tu, sepse mund të jetë takimi i fundit që jeni së bashku. Kujdes me fjalët që thua, sepse mund ta lëndosh tjetrin më shumë se shpata e mpret që të lëndon. Shpata lëndon trupin, fjala lëndon shpirtin. Të dashur miq të librit, ju falenderojmë nga zemra për praninë tuaj dhe për dashurinë që tregoni ndaj artit dhe letërsisë. Ju ftojmë që të na bashkangjiteni në një koktejl rasti. Mirupafshim në ngjarje të tjera të suksesshme kulturore.